Ky është problemi i madh i Izraelit, nuk dia e ka kuptuar Netanyahu, që u tregua që Izraeli mund ka. Nuk është pak. Do ta mbyllim me situatën që ju e nisët pak më parë me Shqipërinë. Çfarë po ndodh se deri tani nga gjithë kjo ne kemi një lajm mirë shqyr, që çmimi i naftës është ulur. Të paktën andej presim dikoj edhe këtej me marrëveshjen. Po, kene ulet me vonesë fazë. Rëndësi ka që shqyr që pushoj andej që tulet edhe këtej. Po çfarë ndodh në vazhdim, sepse ju përmendët edhe çështjen e rezolutës si e shpalli Irani shtet terrorist. Tani do kemi edhe në pushim apo jo? Poshtë në toskëri ka një shprehje, mos dil si korrja para gomarit, si kërriçi që del para gomarit. Kryeministri Rama doli fiks si kërriçi para gomarit. Për t'i hyrë qef Izraelit, për ta përdorur Izraelin që t'hynte mike Trumpi etj që unë kam qenë zagari i Sorosit, po tani jam i Trumpit. Ai bëri çdo gjë për Izraelin, përfshirë edhe deklarimi terroriste i shtetit Iranit etj. Duke menduar që jemi larg ka çana boj Irani. Pra, kryeministri jon sot nuk ka tru sa Gorbaçovi 40 vjet përpara kur thoshte që bota është një katum global, një lagje është Los Angeles, një lagje Tokyo, një lagje Moska në këtë katum global. Pra nuk e ka kuptuar globalizmin, nuk e ka kuptuar krahun e gjatë të Iranit. Dhe tani, duke pas parasysh më sa i njohun iranianët që kanë një inat prej katunari shqiptar, besoj se dhe ky nuk është kërcënim për kryeministrin, po them për ato drume preta antiterrorit. Besoj se do merren edhe me kryeministrin e Shqipërisë. Për më tepër, martesa e dhunshme që Rama i ka bërë Shqipërisë me Izraelin, po pjell kopila problematik. Është e dhunshme sepse kemi shpëtuar hebrejt që përpara se Rama të vinte apo jo? Po, dhe shpërblimi është që hebrejnë kryesisht nga Gjeorgjia, po jo vetëm, po korruptojnë elitën e rinisë shqiptare duke mësuar hajdut, ato të rinj që kanë tru dhe din gjuhë huaje, duke mësuar hajdut mashtrues me call centra. Dakord, është vllai kryeministrit aty mren, është miku i Olta Xhaçkës, ai Armand Josifi, por fakti është, mbas çdo call centri të rëndësishëm është një hebrej që merr parë të hyj tashmë, që s'ka nevojë as vit ti mbikyri se shqiptarët e kanë marrë. Po ju e thatë pak më lart që katun global, domethënë ashtu sikur ne mund të jemi kudo jashtë, ashtu dhe gjithë ata që janë jashtë mund vinë këtu, tranzit. Nuk është se lidhet me kombe apo etni apo fe. Gjithë sepse ke call centrat të huaj nuk ke të tjerë përveç hebrejve. Unë kam shkruar që në 2018 që njëti problemi njëjtë i Filipineve. Izraelitët me vendim të Knesetit, pra me ligj parlamenti, e ndaluan forex trading, pra tregtin forex, këto call centrat mashtruese, të bënin aktivitet në Izrael. Shkuan në Filipine, ne u kthyem në Filipinet e Evropës. Është shumë problem kjo. Një. E dyta, të paktën 3 raste janë kapur izraelit me aparate përgjuese që përgjojnë politikanë shqiptar, biznesmen shqiptar. Kjo është kelje flagrante e sovranitetit të vendit. Çfarë dallimi ka nga ish terroristët iranian në Mans që s'lejnë gjë pa përgju atje nga kampi vet. Dhe për këtë po flas me fakte, nuk e kam me të dëgjume. Me to unë jam përplas edhe fizikisht. Ka foto, ka video për përplasjen fizike. Pra, më fal, hyn, dalin, edhe kur i ka policia, harrohet, mediat nuk e ndjekin më skandalin, dhe lirohen. Më fal, sikur unë Gjergji që jam shtetas shqiptar, të kapem afër kryeministrisë me pajisje përgjuese, duke përgju Ramën që po pi nga ajo vera 30.000, 33.000 euro që thoshe zëvendësi vet Ahmetaj. Mua më kalbi në burg. Pra, shqiptarët që kanë shtetas të dorës së dytë në Republikën e Shqipërisë. Pra, ne i shpëtuam gjatë luftës dhe i shpëtuan edhe komunistët, edhe kuistingët dhe nacionalistët shqiptare, biles edhe Xhafer Deva që ishe antisemit në shpirt, prapë se prapë kontriboj në shpëtimin e hebrejve. Si që unë kam takuar edhe një të sharfyrer SS shqiptare nga fshati Novosel e Epër me katolik,
që ka shërbyer në divizionin SS kroat Hanxhar, në divizionin SS shqiptar Skënderbeg, në divizionin SS kroat Kama. Dhe ai më ka treguar ca histori për ebrejt atje në Kosovë, tokat e liruara siç quheshin. Pra, ne e bën këtë dhe shikoj si ne kanë shpërblyt. Pastaj, kjo kompania Kajo që krijoi, filluan skandalet, filloi kontrabanda e armëve, kjo ka ndodhur në kohën e Salës, para Gërdecit. Dhe Gërdeci ka lidhje shumë me kontrabandën e armëve, jo thjesht demontimin e armëve. Po zguxon njëri ta preki. Vetëm Fatmir Mediu Budollaj që thotë nuk është shpërthimi i Gërdecit nga saldimi i rrotës. Qoftë se është nga saldimi i rrotës Karrocës, nga u shkaktuar shpërthimi. Kjo është problem. Pra, u kap Kajo me pras ndor, me pras serb. Në Spanjë është bllokuar një me armatime, me letrat Kajos, të kësaj kompanisë tonë shtetërore, ku është një hebre, çuditërisht sheshele zhuif, kudo, Jafet, Jafet, dakord, me 2 f shkruhet Jafet. Dhe kjo kishe armë serbe të kaluara tranzit nëpërmjet portit të Barit, Tivarit, Antivariut, Malzi, ka kaluar Bregdetin shqiptar, ka kaluar diku përballë travers Durrësit, portit Kastrati në Porto Romano afër Durrësit, dhe u bllokua në Spanjë armë serbe, municione serbe. Nuk është hera parë, se në kohën kur Sala ishte kryeministër, është bllokuar një anije që e kishe pronarin me mom shqiptare, me bab grekofon nga Dropulli, me armë serbe, me kujpash të përzier, shqiptar, indian, grek në të, biles kapiteni kishe momën ruse, babën shqiptare, i cangonji. Nuk është hera parë. Që ka bërë sallatë ruse? Sallatë ruse, por ja pam sherrin Jafetit. Shqipëria është përfshirë në një skandal ndërkombëtar. Po bën shmos lobi ebrej në Spanjë ta bllokoj këtë punë. Po spanjollët kanë inatet e veta në ato, me izraelitët, dhe nuk e bllokon dot. Nuk di sa larg ka shkuar. Ka shku deri ke Veliu, ai shoferi i Escobarit të Shqipërisë, ish drejtori i përgjithshëm policisë, apo është përtej Veliut. Se mund të shku ke vllai i Ramës, mund të shku dhe vetë Rama. Është një skandal i madh, nuk bëhet fjalë për 20-30 pistoleta që i ka policia jonë dhe shetmen. Bëhet fjalë për qindra ton, nuk e kam cargo manifest, as packing list, as bill of lading, pra dokumente shoqëruese të mallit, qindra ton, ndoshta edhe mbi 1000 ton, mallra ushtarake, armë dhe municione. Dhe është Xhafeti Mren, është Ron Xhafet Mren. Një lloj si ke Gërdeci, ishe Mariusi, ishe Henry Tomei, ishte Shmuel Avivi, etj. Pra, kudo ku ka skandale me armë, kemi një izraelit. Ky është problemi që ka thënë. Dhe këto janë fakte që nuk i thot njeri në Shqipëri se ashtu është i punë. Jo më jo. Patriotët shqiptar duhet ta mbrojnë Shqipërinë dhe pikë. Unë shumë mendoj Për momentin rëndësi ka që andej pushuan krizmat, edhe bota ran qetësi, edhe çmimet do ulen, të paktën ky impakti i parë dhe i menjëhershëm që i trazdoi të gjithë. Pastaj për problemin deri shqiptarët duhet dalin protestojnë që karteli naftës të uli çmimet edhe këtu, se mos duhet që do ulen çmimet e naftës në bursën e New Yorkut. Mund duhen këtu ke pompa benzinës kur shkojnë të marr naftën. Mos ta marrë me 2000 lekë kusur, po ta marrë ke 1800 lekë. Nuk po them 1600, se po flas me të vjetrat, po ta marrë ke 180 lekë të reja. Kjo është. Sipas New York Times dhe të tjerave, kishim një përgjysmim për një herë sapo u njoftua marrëveshja, kështu që shpresojmë që të reflektohet sa më shpejt edhe këtu tek pompat tona sigurisht. A e di çet Kastrati dhe pronari Bolvoilit këtë, ky është problemi. A e din ato që ka ra çmimi në New York? Ky është problemi. Kemi bordin e transparencës. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit.